amanetin që e kalon që të ndaj disa jetë financiare për një jetim katolik dhe për një jetim musliman, tregon vizionin dhe atë që ka besu se shqiptarët pa marrë parasysh besimit janë njëj, jepën një kontribut jashtëzakonshëm pajtimit gjaqeve. Që jetën e vetë ja kushtoj të mirës, ja kushtoj çështjes kombëtare. Hoxhalion në kum njoft përmes veprimtarisë të tij, po e kum pat rastin edhe ta njoh personalisht, takova me Hoxhalion edhe ndaj mendime, të shkëmbej mendime, por edhe të ndaj informacion për gjendjen, për institucionet, për njerëz që sot janë bëjnë aktivizëm, po edhe janë pjesë të jetës publike në Kosovë e në Maqedoni. Tek Hoxhaliu kom pa një patriot, një veprimtar, një besimtar, denj. Mesazhin që sot përcjelli Hoxhaliu dhe amanetin që e kalon që ta ndaj disa jetë financiare për një jetim katolik dhe për një jetim musliman, tregon vizionin dhe atë që ka besu se shqiptarët pa marrë parasysh besimit janë njëj, dhe shqiptaria është mbi gjithçka të shqiptarët. Identiteti shqiptar është gjuha dhe kultura e tij, jo besimi i tij. Prandaj ky akt simbolik që kalon Hoxhaliu tregon se çfarë rrugë ne duhet ta ndjekim si shqiptar dhe se sa i rëndësishëm është kombi për ne shqiptarët, mbi gjithçka është kombi, dhe prandaj ai ka ndjek rrugën dhe vizionin që kanë pasur rilindast, që edhe sot, edhe tutje dhe në vazhdim deri në përjetësi shqiptar duhet me ndjek. Feja shqiptarit është shqiptaria mbi gjithçka. Ky është simbol që na bashkon të gjithëve, na bashkon flamuri kuqezi, gjua shqipe që flasum dhe kultura e përbashkët që kemi si këmbë. Ne duhet të dim që Hoxhaliu bashkë me Jashar Saliun, Anton Qetin, ishin edhe shumë të rinj asaj kohe, ishin nga ata që jepën një kontribut jashtëzakonshëm pajtimit gjaqeve. Atë lëvizje që lindi në Kosovë, ata e mbartën edhe në Iliriad, në Maqedoninë e Sotmit, dhe e përcjellën atë mesazh unifikues dhe që përgatitën kombin edhe për sfida tjera që ndodhen luftat në Kosovë dhe në Maqedoni. Ne sot ishëm për ngushëllimin familjen e Hoxhaliut, një njeriu, një vizionari, një shqiptari, një veprimtari, që jetën e vetë ja kushtoj të mirës, ja kushtoj çështjes kombëtare, një bashkëpunëtori të figura më të ndritura të kombit shqiptar, një bashkëpunëtori ngushtë i Jashar Saliut. Do të thonë që ishte shtylla kryesore e veprimtarisë edhe para luftës, edhe në përgatitjet e luftës, por edhe në luftën e fundit të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Ne erdhëm që shpreh ngushëllimet tona në familjen e Hoxhaliut, një njeri, një kombëtar, një figurë madhështore. Dhe jemi të nderuar që na pritën familjarët e tij që ishin të mblemosur me ide të tilla sikur të Hoxhaliut. Mirë, po ne këtu duhem edhe të bëjmë një minutë nderim në njerëzit, në viktima, sepse këto ishin viktima të luftës nga egzoti i fundit, i luftës fundit në Kosovë, nga depërtimi nga forcat e okupatorit serb që gjetën vdekjen, dhe ne patëm dëshirë që të bëjmë një minutë nderim dhe t'i nderojmë këta njerëz, këto gra e burra që kanë
kanë vdek në atë kohë, në kohën e luftës në Republikën e Maqedonisë. Gjithmonë më primarje e shifte qeshin atë kombëtare reale. Gjaku nuk është ujë. Fet mund gjithë kush ka dënë. Po, shqiptari katolik është vëllau im. Edhe unë gjithmonë i kum kujto si mënyrën e pamirësijës. I kum kujto si ato fëmijë jetima të vllaznive musliman, po ashtu edhe ato fëmijë jetima të vllaznive katolik, sa ato janë fëmijë të vllaznive ne shqiptar. E ndodhi një situatë, ai më ndroi jetë, unë e quaj amanatin e atij në vend. Me një gjallë simbolike të për të vogël të kujtoj një fëmijë vllau musliman edhe një fëmijë vllau katolik, se ajo shqiptar vllau. Lavdi e respekt. Me dojë që është pak Shumë e ven, lavdi e respekt për atë burë të madh, lavdi e respekt edhe për juve që e përcjellni një amanet të tillë, një mesazh të tillë, se ky është mesazh që buron nga shpirti i një njeriu të madh. Një njeriu të brymosur me ide kombëtare, një njeri që i ka dashur njerëzit, që i ka afruar njerëzit, i ka çmuar dhe i ka vlerësuar. unë i robë. Gjithmonë sakrifica e lotit të fëmijës të vllajt shqiptar, mos jetë lot, po të jetë nxitës, në kuptimin e asaj të jetë fëmija i lumtur, të jetë i gëzohet e më urret me fëmijën e tij. Lavdi e mos u harroft kur punë e vepra e Hoxhaniut. Një patriot o një besimtar, ashtu qysh i ka hije një shqiptari. Lavdi. Lavdi.